Një skemë dyshimt për blerjen e votave në prag të zgjedhjeve të 11 majit është denoncuar në redaksinë e Fox News. Sipas denoncuesve, Partia Socialiste në drejtimin politik të Benet Becit po përdor shpërndarjen falas të koncentratit për bagëti si mjet për të ndikuar në vullnetin e votuesve. Sipas informacioneve të mbërritura në redaksinë, disa fshatra të njësive administrative të Shkodrës janë parë kamion të pa identifikuar, duke shpërndar koncentrat për bagëtit, i cili më pas u dorëzohet kryepleqjve të fshatrave të cilët e shpërndajnë nëpër familjet e komuniteteve që përfaqësojnë. Banorët të zonës kanë dërguar pamje nga fshati Kuç i njësisë administrative Gurizi, ku shihet shpërndarja e këtyre ndihmave, ndërsa sipas tyre, e njëjta skemë është aplikuar edhe në fshatrat e njësisë administrative Postrib. Denoncuesit e konsiderojnë këtë një përpjekje për të deformuar vullnetin e votuesve dhe i bëjnë thirrje prokurorisë që të nisë menjëherë hetimet për këtë çështje. Ata kërkojnë që institucionet mos lejojnë favorizimin e partisë në pushtet dhe të ndalojnë praktikat që cilësohen si korruptive. Gjithashtu denoncuesit i drejtojnë Partisë Socialiste dhe drejtuesit e saj politik në Shkodër Benet Becit, duke kërkuar që të ndalojnë menjëherë këto skema, të cilat sipas tyre synojnë manipulimin e zgjedhjeve. Fox News do të ndjejë nga afër këtë çështje dhe do të raportojë mbi çdo zhvillim të mëtejshëm.